Kapitulli 10. Pasi thirri pranë vetes 12 dishepujt, Jezui u dha atyre pushtet për të dëbuar shpirtrat e ndyrë dhe për të shëruar çdo sëmundje e lëngat. Këta janë emrat e 12 apostujve. I pari Simoni, që quhet Pjetër, dhe Andrea vëllai i tij, Jakobi i Zebedeut dhe Gjoni vëllai i tij, Filipi dhe Bartolomeu, Thomai dhe Matej Tagrambledhsi, Jakobi biri i Alfeut dhe Tadeu, Simon Kananeasi dhe Jud Iskarioti, ai që e tradhtoi. Jezui i dërgoi këta 12 dishepuj e i porositi kështu: Mos shkoni udhëve të paganëve dhe mos hyni në asnjë qytet samaritanësh, por shkoni te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Ndërsa shkoni, predikoni e thoni: mbretëria e qiejve është afër. Shëroni të smurët, ngjallni të vdekurit, pastroni të lebrosurit, dëboni djajt. Falas morët, falas jepni. Mos merrni me vete as arë, as argjend, as bakër, as torb për udhtim, as dy tunika, as sandale, as shkop, sepse punëtori ka të drejtë të ushqehet. Në çfarëdo qyteti a fshati që të hyni, kërkoni atë që është i gatshëm t'ju pres në shtëpinë e tij, dhe rrini atje derisa të niseni. Kur të hyni në një shtëpi, përshëndetini. Nëse ajo shtëpi ju pret mirë, le të vijë mbi të paqja juaj. Por nëse nuk ju pret mirë, le të kthehet paqja juaj te ju. Dhe nëse ndokush nuk do t'ju pranojë apo nuk do të dëgjojë fjalët tuaja, kur të dilni nga ajo shtëpi apo nga ai qytet, shkundni pluhurin nga këmbët tuaja. Me të vërtet po ju them, se në ditën e gjykimit më të lehtë do ta ketë Sodoma e Gomora se sa ai qytet. Ja, po ju dërgoj si delet me sujqerve. Prandaj jini të zgjuar si gjarprinj dhe të pastër si pullumbat. Ruhuni nga njerëzit, se do t'ju dorëzojnë nëpër sinedra dhe do t'ju fshikullojnë në sinagogat e tyre. Do t'ju tërheqin zvarr para qeveritarëve e mbretërve për shkakun tim, që t'i jepni dëshmi para tyre e para paganëve. Kur t'ju dorëzojnë, mos u shqetësoni se si do të flisni, apo se çfarë do të thoni, sepse ajo që do të thoni do t'ju jepet në atë çast. Nuk jeni ju ata që do të flisni, por shpirti i Atit tuaj që do të flas përmes jush. Vëllai do ta dorëzoj vëllan që ta dënojnë me vdekje, e babai të birin. Bij do të ngrihen kundër prindërve dhe do t'i çojnë drejt vdekjes. Të gjithë do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Por ai që do të qëndrojë deri në fund, do të shpëtohet. Kur t'ju përndjeki në një qytet, shkoni në një tjetër. Me të vërtet po ju them se nuk do t'i keni përshkuar të gjithë qytetet e Izraelit, para se të vijë Biri i Njeriut. Dishepulli nuk është më i madh se mësuesi, dhe shërbëtori nuk është më i madh se i Zoti. Dishepulli ti mjafton të jetë si mësuesi i tij dhe shërbëtori të jetë si i Zoti. Nëse e quajtën Belzebul të zotin e shtëpisë, aq më shumë do t'i quajnë ashtu ata të shtëpisë së tij. Prandaj mos kini frikë prej tyre, sepse nuk ka asgjë të mbuluar që s'do të zbulohet, apo të fshet që s'do të merret vesh. Çfarë po ju them në errësirë, thuajeni në dritë, dhe çfarë ju përshpëritet në vesh, shpalleni nga çatit. Mos kini frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin. Kini frikë atë që mund të shkatërrojë edhe shpirtin edhe trupin në ferr. A nuk shiten 2 arabela për 100 ark? Megjithatë asnjë prej tyre nuk bie në tokë pa vullnetin e Atit tuaj. Madje edhe fijet e flokëve tuaj janë të gjitha të numëruara. Prandaj mos kini frikë. Ju vleni më tepër se shumë harabela. Kështu kushdo që më rrëfen para njerëzve, edhe unë do ta rrëfej para Atit tim që është në qiej. Por kushdo që më mohon para njerëzve, edhe unë do ta mohoj para Atit tim që është në qiej. Mos mendoni se erdha të sjell paqen në tokë. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën. Kam ardhur të ndaj birin nga Jati, bijën nga ëma, nusen nga e vjehra, dhe armiqtë e njeriut do të jenë ata të shtëpisë së tij. Kush e do baban apo nënën e vet më shumë se mua nuk është i denjë për mua. Dhe ai që e do të birin apo të bijën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua.
Kush nuk e merr kryqin e vet për të më ndjekur, nuk është i denjë për mua. Kush e gjen jetën e vet do ta humbas atë, dhe ai që e humb jetën e vet për shkakun tim, do ta gjejë atë. Kush ju pranon ju, më pranon mua, dhe kush më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar. Kush pranon një profet se është profet, do të marrë shpërblimin e profetit. Dhe kush pranon një njeri të drejtë se është i drejtë, do të marrë shpërblimin e njeriu të drejtë. Kushdo që i jep njërit prej këtyre të vegjëlve qoftë edhe një gotë ujë të ftohtë, sepse është dishepull, me të vërtet po ju them, se ai nuk do ta humbas shpërblimin e tij.